Në videon e dytë të radhës për shpjegimin e risive të programit Eloi, pas hapjes së faqes kryesore kalojmë tek linqet. Videon e pashme trajtuam krahun e majt, pra linqet që ndodhen gjithë ditarët dhe që ndikojnë direkt në nxjerrjen e bilancit, dhe në krahun e djathtë janë pasqyrat analitike. Fillimisht kemi ABC-ja, kemi emërtuar kështu sepse për të dhënë një njohuri të përgjithshme në mënyrën e funksionimit të llogarive aktive dhe pasive dhe të gjitha llojet e llogarive që kemi aktive, aktiv, pasiv, pra që nxirremi me tepritës aktive ose debitore, aktive ose pasive, nuk paraqiten në bilanc dhe llogaritë pasive. Dhe këtu i kemi të trajtuar që të gjitha të shpjeguara se kur e kanë tepritën në fillim, ku shtohen dhe ku paksohen dhe tepritën në fund. Pastaj kemi pasqyrat siç janë personeli dhe listë pagesa. Kemi thënë që tek personeli ne shënim numrin e pra listën e të punësuarve, detyrat dhe pagat që ato marrin, shënim me postën jo të dy punësuarit ose jo të dy punësuar, që janë vetëm në një marrëdhënie pune. Dhe këto dhëna shkojnë automatikisht tek listë pagesa. Listë pagesat janë të updateuara, që do të thotë kemi dhe pagën e re që fillon në janarin 2026, pagën maksimale. Gjithashtu kemi preventivin për gjitha subjektet ndërtuese, kemi inventarizimet që janë shumë të rëndësishme për nxjerrjen e kryen e inventarit, kemi gjendjen e stokut që në mënyrë automatike janë të ndara për të gjitha llogaritë ndër parë lëndimse etj etj. Kemi edhe pasqyrat të ardhmë shpenzime, cash flow, pasqyra amortizimit, pasqyrat e ndryshimit të kapitalit, librat e blerjes sipas modelit të drejtorisë përgjithshme të tatimeve, klientët analitik. Këtu do të ndalem sepse të gjitha, pra në rastin e çdo klienti të ri që shtohet, ne e shënojmë këtu dhe në mënyrë automatike kur bëjmë arktimet në arkën arktime dhe në bankën arktime, çfaqen pra lista e klientëve në ditarin e përkatës, pra të arkës arktime dhe bankës arktime. Po kështu edhe tek furnitorët, çdo furnitor i ri që shtohet e listojmë këtu dhe automatikisht në ditarin e arkës pagesa dhe ditarin e bankës pagesa shfaqet në mënyrë automatike lista e gjithë furnitorëve aktiv. Si dhe një analizë shumë e veçantë i përket gjendjes së arkës dhe bankave për të gjitha llojet e monedhave që ne kemi marrë deri në 5 shembuj, po kështu edhe kemi dy tabela që shfaqen në mënyrë automatike dhe updatetohen her pas here gjatë kryerjes së regjistrimit, zmadhohen, pra arreshtohen për sa lloje bankash ne punojmë dhe për çdo lloj banke me monedhat përkatëse. Faleminderit.